Një bravo të gjithë atyre dursakëve që sot u ngritën në protest. Por nuk i pash të gjithë ata që janë përmbytur të dilin aty në shesh, ndaj dy fjalë kanë për ta. Ti që e ke shtëpinë dhe biznesin në ujë, mos mendo se duke qëndruar urt do përfitosh nga pushteti. Kjo sjellje servile karshi atyre që na qeverisin, na ka sjell në këtë derexhe. Këta që qeverisin i paguajmë ne të na shërbejnë. Dhe po ne duhet i shkarkojmë kur nuk bëjmë punën e tyre. Ndaj, kur si pasojë e korrupsionit përmbytet qyteti, sepse mes Durrësit dhe Kastratit ata zgjedhin Kastratin, qyteti duhet të çohet në këmbë dhe të vendos gjërat në vend. Shikoni gjithë vendet e zhvilluara. Janë njerëz të qetë deri ditën kur politikanët fillojnë t'i vjedhin dhe aty bëhen bashkë dhe shpërthejnë në zemërim, derisa e drejta shkon në vend sipas interesit të banorëve. Ndaj nesër, në protestën e radhës, bile dhe ti që nuk dole sot, nuk u mbet askush nga reagimi. Fol, bërtit e ulërit, sepse për ndryshe edhe më keq do të shkojnë gjërat. Duke kërkuar që hidrovori i vjetër të kthehet në funksionim dhe porti i naftës të hiqet që aty. Le ta gjejnë ku të duan një vend tjetër që nuk rrezikon jetën dhe pronën e qytetarëve. Protesta për ditë, çdo ditë derisa kërkesa të realizohet. Urime protestuesve dhe forca.